Mos zhvillimi seancës së radhës gjyqësore ndaj autorëve të vrasjes së Aslan Kërtushës në Durrës ka sjellë irritimin e familjarëve të viktimës. Xhaxhai i tij Ylli Kërtusha hedh akuzën mbi prokurorin e çështjes. Pa pas asnjë vërejtje për trupin që sa tjetër i prokuror, edhe sa tjetër avokat, e sa tjetër Drini Kali, jo drejtësisë do ketë, jo seancë nuk do ketë, po Zoti e di sa do shkojë. Vazhdoni reformën se keni shumë mirë. Sot pritej vendimi për gjykim të shkurtuar ndaj dy të pandehurve, por mungesa e avokatit të mbrojtës solli shtyrjen e seancës. Në këto kushte, gjykata vendosi t'i drejtohet me kërkesë dhomës së avokatisë për të sjellë një avokat kryesisht në mbrojtje të pandehurve Blendi e Gëzim Kajno, po ashtu gjykata vendosi edhe pezullimin e afateve të paraburgimit. Aslan Kërtusha u vra në një lokal në Durrës më 1 mars të këtij viti, ndërsa siç u deklarua në atë kohë, autori Blendi Kajno dhe bashkëpunëtori i tij e kryen të krim në gjendje të rënduar psikologjike.